popullin shqiptar, sepse ishte një sakrificë sublime e kësaj familje, cila me pushkën se ndaloj me 3 ditë e 3 net përballë një armiku shekullor, si që ishte Serbia. Diku në vitin 1999, në rrethana lufte, u formua edhe Akademia e parë ushtarake në fshatin Aqharev të Drenicës, ku në kuadër të saj u formua trupa ushtarake Hamzi Ashari, nga e cila edhe lindi kjo ide e manifestimit pra të 5, 6 dhe 7 marsit. Pra në rrethana lufte, dikun në lagjen e Lushtakëve, u mbajt Akademia e parë kushtuar familjes i Ashari, Zahir Pajaziti dhe herojve të tjerë. Dhe që nga atëherë ka filluar të shënohet 5, 6 dhe 7 marsi, pra kur sot flasim për epopejën e ushtrisë qeveritare të Kosovës, vlen të përmendet